Më shumë se 6 dekada pas shpërbërjes formale të perandorisë britanike, hijet e saj vazhdojnë të përcaktojnë hartën e konflikteve më të përgjakshme bashkëkohore. Siç argumenton me forcë gazetari irlandez Joe Gill, nëse suksesi një perandorie do të marrë nga aftësia për të pushtuar e shfrytzuar burimet e planetit, Londra mban padyshim kurorën e projektit më efektiv imperial të 3 shekujve të fundit. Por përderisa fuqitë e tjera koloniale europiane e mbyllën këtë kapitull historik dhe pranuar rolin e tyre si fuqi të rangut të mesëm, Mbretëria e Bashkuar nuk pranoi kurrë të shkëputej nga e kaluara. Gazetari Joe Gill vëren se tragjeditë e mëdha që britanikët i lanë botës në grahmat e tyre perandorake, si ndarja e përgjakshme e Indis në vitin 1947 me 1 milion të vdekur dhe shpronësimi 750.000 palestinezëve me krijimin e Izraelit në vitin 1948, nuk ishin fundi i historiografisë koloniale, por fillimi i një rendi të ri destabilizues. Sipas analizës së detajuar të Joe Gill, nga gërmanda dhe tranzicioni perandorisë britanike, kanë dalë 3 shtete postkoloniale që sot ushtrojnë një ndikim disproporcional dhe shkatrues në politikën globale të shekullit 21, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe pse bëhet fjalë për qeveri dhe sisteme shoqërore krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra, Joe Gill vëren se ato ndajnë fije të përbashkëta strukturore. Shtetet e Bashkuara ishin një ish ekonomi e plantacioneve të sklevërve që evoloi në një superfuqi industriale dhe ushtarake botërore. Izraeli ishte një ekonomi kolonizatorësh që u shndrua në një superfuqi teknologjiko-ushtarake, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe u transformuan nga një zinxhir fshatrash peshkatarësh në destinacionin kryesor në botë për ultra të pasurit e më vonë u shfaqen si një fuqi e rëndësishme ushtarake rajonale. Për më tepër, gazetari Joe Gill thekson se këto regjime riprodhuan saktësisht hierarkitë racore dhe qeverisin koloniale që ishin pjesë përbërëse e projektit imperial britanik. SBA dhe Izraeli u bën fuqi të militarizuara që u zgjeruan me dhunë në territore fqinje dhe indigjene, ndërsa së fundmi këtij klubi janë bashkuar edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Një tjetër regjim i tillë i ish kolonisë britanike ishte edhe Afrika e Jugut gjatë periudhës së apartheidit, por fal luftës globale anti-apartheid dhe aleatëve të saj në Afrikë, Kubë dhe Jugun global, ai sistem pësoi shembje. Pavarësisht se humbi një perandori toksore, Mbretëria e Bashkuar i ka lënë trashëgimi botës hegemoninë perandorake të SBA-s, me gjurmën më të madhe ushtarake nga çdo perandori në histori, një koloni hipermilitariste kolonizatorësh në Izrael, si dhe një diktaturë të gjirit me një ekonomi të ngjashme me apartheidin dhe me synyme perandorake në Afrikën lindore. Sipas gazetarit irlandez, Shtetet e Bashkuara morën drejtimin nga perandoria britanike pas luftës së dytë botërore dhe kanë qenë thuajse vazhdimisht në luftë atëherë, duke vrarë miliona njerëz në Kore, Indokin, Lindjen e Mesme dhe përmes ndërhyrjeve ushtarake në Amerikën Latine. Po ashtu, Izraeli, që nga lindja e tij e dhunshme në vitin 1948, ka qenë vazhdimisht në luftë me palestinezët vendas, tokën e cilëve e përvesoi, si dhe me gjithë fqinjet e tij arab, ndërsa nga viti 2023 tutje ka ndërmarrë veprime që konsiderohen si gjenocid. Duke hetuar më tej ndikimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, gazetari Joe Gill sjell në vëmendje krahasimin e bërë nga analisti i gjirit Andreas Krieg, i cili vëren se Emiratet po rikrijojnë sot sipërmarrjen e parë të madhe koloniale britanike, kompaninë e Indis lindore. Ashtu si Izraeli, edhe Emiratet përballen sot me akuza të rënda për gjenocid për shkak të armatosjes dhe financimit të trupave paramilitare RSF, të cilat kanë kryer masakra masive kundër grupeve etnike me ngjyrë sudaneze në rajonin e Darfurit në Sudan. Siç vëren Joe Gill, dikush mund të kishte shpresuar se, pasi i la botës këtë trashëgimi perandorake të përçarjes, sundimit dhe shponsimit, Mbretëria e Bashkuar do të kërkonte të zbuzë ndikimin e saj, duke u distancuar nga veprimet e paraardhësve kolonial dhe duke ndërtuar një rrugë të re paqësore. Por në vend të kësaj, në shekullin e 21, Britania u kthye në luftërat perandorake të së kaluarës si një aleat tyrsor i perandorisë amerikane. Ajo ka ruajtur aleancën me paraardhësit e saj perandorak dhe ka dështuar të marrë ndonjë masë korrigjuese për të kundërshtuar veprimet e Izraelit apo Emirateve.
Përkundrazi, biznesi, aleancat ushtarake dhe interesat strategjike kanë triumfuar mbi çdo detyrë morale për të shkëputur nga kjo trashëgimi perandorake. Një shembull të fundit dhe të dhimbshëm që përmend gazetari Joe Gill është ai raportuar nga Middle East Eye, ku qeverisë britanike si udhëheqëse e dosjes për krizën e Sudanit në OKB i është kërkuar përsëritur nga ekspertët humanitar të marrë masa për rrethimin e kryeqytetit të Darfurit Verior, El Fasher, nga forcat paramilitare të RSF-s. Nathaniel Raymond, themeluesi i laboratorit të kërkimeve humanitare në Universitetin e Yales, tha se përgjatë 18 muajve i janë bërë thirrje të përsëritura Ministrisë së Jashtme britanike për të shtruar presion mbi aleatët e saj në Abu Dhabi për të ndalur sulmin. Ato paralajmërime u injoruan ose u hodhën poshtë pasi zyrtarët britanik ishin në presion nga Abu Dhabi. Si pasojë e këtij refuzimi për të vepruar, forcat RSF kryen një masakër ndaj rreth 60.000 personave në tetor të vitit 2025. Joe Gill nënvizon se Mbretëria e Bashkuar i dha përparësi lidhjeve diplomatike dhe ekonomike me Emiratet përpara mbrojtjes së civilëve në Sudan, duke i shtuar kësaj edhe bashkëfaqësinë e shitjes së armëve ndaj Izraelit gjatë konfliktit në Gaza dhe Liban. Gazetari irlandez Joe Gill përmbledh se këta janë shembuj irritues se si Mbretëria e Bashkuar ka vendosur në qendër politikës së saj të jashtme aleancat me shtetet mashtruese që dolën nga perandoria britanike duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare. Këtu përfshihet edhe marrëdhënia speciale dhe disfunksionale me Washingtonin, i cili vazhdon ndërhyrjet ushtarake dhe sulmet ndaj institucioneve të së drejtës ndërkombëtare. Në përmbyllje të analizës së tij, Joe Gill deklaron se Britania i ka detyrim botës t'i kthejë shpinën mendësisë perandorake dhe aleancave jo funksionale që kanë shkaktuar shkatrim gjysmëshekulli pasi perandoria përfundoi. Ndosë një ndryshim i tillë politik do të jetë i vështirë dhe do të nxjisë reagime nga forcat e establishmentit, miliona votues kërkojnë të jepet fund bashkëfaqësisë me krimet e luftës. Pavarësisht se kush është në pushtet në Londër, ADN-ja e elitës politike britanike mbetet e varur nga ruajtja e pozicionit të saj në rendin imperial, pa marrë parasysh koston për reputacionin e saj në skenën globale, një qasje që, sipas Joe Gill, duhet të ndryshojë urgjentisht.